Çaji dafine me mjaltë, ja përfitime shëndetësore që merrni. Çaji dafinos është përdorur gjithmonë për të lehtësuar kollën dhe të ftohurën, por përveç këtyre në këtë video do ju tregoj më përfitimet e tij shëndetësore që merrni nga konsumi i çajit të dafinës çdo ditë. Mjaftojnë disa gjethe dafinë, një shkop kanellë dhe përfitimet që do të merrni do të jenë të larmishme. Ato përmirësojnë tretjen. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në sistemin tretës duke nxitur urinimin e si rrjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në trup. Ato janë një mbrojtje shumë e mirë kundër inflamacioneve dhe përmirësojnë shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Ato përmirësojnë probleme me kollën dhe frymëmarrjen. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të lehtësuar problemet me frymëmarrjen. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të ziera, do të ndjeheni më mirë. Përmirëson shëndetin e flokëve, parandalon luhatjet e sheqerit dhe është e mirë kundër ankthit, gjithashtu edhe problemeve të stresit.